Do të thotë zoti Kurti, dje i kallëzoi Vjosa Osmanit që nuk je kandidate e jona për presidente. E djegu zoti Kurti Vjosa Osmanin, që shë komenton një farforme, një distancim të zotit Kurti. Po ju të regojnë një sen. Partnerve kryesor. Pse, ata kanë qenë partnerë në vitin 2021, po pse do të me djeg Albini Vjosën edhe çfarë obligimi ka Albini ndaj Vjosës? Vjosa, me këto 4-5 vjetë punës, e ka tregu vetën, ose është dashme tregu me kriju një momentum që me qenë e natyrshme me u zgjedh president edhe për 5 vjetarshme. Nuk ka obligim Kurti për Vjosën, plus që ka kriju obligimi pasi e ka bo... Pse do të me pas obligim? Pse do të me pas obligim? Obligim se ka guxon me ta, është Vjosa cila e ka ndërtu sentimentin para 5 vjetë, 4 vjetë, për me ka 51%, është binomit cili ka ndërtu një farkauze qytetare, që falë sti binomit, mi vetë 40% njerëzve të kanë votu për Albinin dhe Vjosën, nuk i ndojnë, 51.11 i ka marë, po thus që nuk ka asë një obligim. Une po thëmë obligim në aspektin politik, mundet me pas në aspektin moral, jo, se nuk janë të njëjtën parti, e kanë fillu një kauz, e kanë kry këto 4-5 vite bashk, tash vazhdojnë se cili për vete, edhe nisa në di që Vjosa nëse ka logarit mu bo edhe njëherë presidente në zdaj të Albinit, gabi me ka. Ti dosh më forca tuja mu bazu, veç e din që atër që je i sigurt. Kur bazosh në tjetërin, a tjetërin normal që mundet me ndryshu situata, interesat edhe kahin e politikës. Koc. Pse dasht ajo me menu që Albini vazhdimisht do të me përkrahaj? Njës të martu më bure grupojnë e pëndahën e lemo partner politik. Për shkak të kontributit që ka dhënë Vjosa në kërkesat, për caktimin e datë zgjedhjeve. A ka kontribut ajo për opozita e pacujt edhe notere, edhe na dim si presidentja, një rast e kam pas një kacafytje me zveti, lidhje me raport me Shtetet Bashkuara të Amerikës, ma ta disat e Dafina Zeshirit, edhe ka përfundu zë shka. Edhe dim në afërsin presidentja sa ka qenë shërbim të qeverisë të zotit Kurti, Koc. Unë e di një sen që shumë ma tepër kish pas respekt edhe të Albini, presidentja, tja kish koqit pak ma tepër, te kish kundërshtu ma tepër. Po, tash është qysh është situata për mosh njajtë, si vazhdoj mandatin presidentja, si rizgjedhet aj, apo dikush tjetër, bashkë e kom njajtë, është pozicion shumë i rëndësishëm, po për mu, ma me rëndësi është qysh ka me funksionu qeveria, se qytetarve do të mi odhon një drejtim, posaçërisht në ekonomi, që me vazhdu matutje me dalë për i kësaj krizit madhe, spari ekonomike, pasaj edhe morale, edhe një depresioni kolektiv shoqëror. Koc, a e Diego Vjosa Osmani vetën, apo Albin Kurti Diego Vjosa Osmanin? Unë e besoj që gjithmonë se cili për nesh e djeg vetën mas pari. Se ku ga bëjë Vjosa? Se taj ka pasë fakt 5 vjetë me të donë dikush mundësi me konë president, a i një vjetë me të donë dikush mundësi me menaxhu një kafis nëse nuk e kalzën vetën, për marat paralelin tonë si të këta nuk e kalzën me pas interes politik, Albini e kish propozu, e ka vlerësu, i ka marrë 51%, e ka vlerësu që nuk ka interes, edhe nuk ka idhënim, kjo është që thënë business as usual, kjo është biznis, nuk ka askush obligim, si që është nuk ka Albin Kurti edhe obligim dajme, me thonë arinit, hajde, po të boj se s'po të boj president. Kur varë obligimi s'ka? Krejt është kjo interes. Nuk e di pse ju përmerni këto punë me emocion, kur asë një sen nuk shkon me emocion edhe me nderën politikë të na, e tash ju po menon një që kanë obligimin janë njeri ndaj tjetër. Për marë si dikush, që vetë një moment kur kumë shrit nërë për pozicionit gazetarët, është ka qenë pikërisht për shvajen për Albin Kurtin para 4 vjetë. Edhe zotin Kurti dhe shumë tjerë, e kemi mbrojt, e kemi përkra pikërisht për ata që ka propozu, që ka me bo krejt ndryshe prej partive tjera të kalume. Që ka me një oftë meritokracin, që ka me qenë një hapën, që ka me qenë zoni arsyës, që ka me qenë i drejt për drejt, që ka me këty drejtësin këtë vend, që ka me nalë korupcionin. Cili është epilogu? Ja, tash më zëmështime, tash det fakti kalzon kur kumë shritin në prekët parë. Tash më pësa la beshtoj si pytje, apo do këtë se për mu, për dikon që ka propozu zis ka tjetër. Jo, s'kur ata që i prishin koalicionit, për dhe këja me le dëkën i prishin 4 bira e prishin, që i mon përëzisin të fjallë adhonën. Ka pas probleme me taja. Po, që e mon përëzisin të fjallë adhonën, që ata unim së ditë shumë, kur zoti Kurti nuk e propozon Vjosa Osmani. Qërë po të regaj, te mund është mos me qenë i knaqën me Albinin, unë e mund mos me qenë i knaqën me Albinin. Unë e thashtë ato që ka propozu zoti Kurti. Na duhet me respektu vullnetin e 51%. Qaj 51%,
që e ka votu, ja pa që në hajrin, që ku e kanë mundësi, le të punojnë, kur që nuk ka këtu edhnem. Nëse s'punojnë, fati i keq është këtu që 51% që e ka votu, prej atyme që ka ndalë në votim, se kjo nuk është 51% e krejt votuze. Po fati i keq është që pasojat kemi pagu dhe na që se kemë votu eventualisht. Ose e kemë votu, ose ata që se kanë votu. Apo këmëtan, politikë është këtë forë, krejt është interes, e sidomos në Kosovë, këqyret edhe ma shumë interes se në kretë segmentit tjera. Ashtë përgjithësi zotit Kurti me propozu kandidatën për president, si dikur që i ka marrë 50... Unë para një muaj dite këtu në emision, të kom thonë. Po, harrojnë e 5 herë njavë me njerëz o kotë. Që tash po të tregoj që ka kom thonë. Kom thonë që Albin Kurti me qeni meqëm, i thot opozitës, nëzirën ju një kandidat, bënë një bashkë këtë opozita, edhe une ja u votoj. Ky në një mënyrë edhe ju thejtë këto, në gjeni një kandidat bashkë jo opozita, edhe bjerë një emnin. Apo i përësi, zoti Kurti, ku në ti kom përësia? Ti si ka marrë 51.11, apo këtyri që këta e në luft për eksistencë të burit dhe? Apo shetin situatë që ke marrë, opozita një kandidat nuk është në gjendje bashkë me qitë. Ti a ki po që sot ka opozitar që as me kritiku nuk po të zguzojnë Albinin se po shpresojnë që mos pa hiri po ju ofronë, hajde po në president. A ka ma marrë kjo? Cili opozitar që 2 vjetë është që 2 javë që është ty kritiku Albinin? As një. Se si dhe për tyve po pret, mos pa hiri pikëcen në kryo Albinit, e po më thot, hajde ty po të propozojmë për president. Kjo nuk ka kur farë. O thu që mungesa e opozitës për mungesa e kritikës të opozitës për këtë fenomenin për presidentin këtë bëjmë e kalpërime. Që to 2 javë të funit është peshtu, se deri para 2-3 jave kam pas një shpres ose një indikacion se Vjosa me automatizm do të rizgjedhët. Do të thotë, po tash e kam po që pas ka opcion edhe mos me qenë Vjosa presidente, me gjithë situatët që ka ndodhi, edhe krejt janë qetësu, kërkush nuk guxon as me shajt, as me kritiku. Po, cili opozitar që të 2 javët e fundit, një fjalë të keqe e ka thonë për Albinin, as një se ka thonë. Kështë katastrofë. Në thotë, një politik e ka meritu, qështu ku janë e ka meritu komplet opozita. Edhe pak është i obo Albini që ka duhet mi ubo. E me qëto 2 javë, i mbind edhe ma shumë. Po thu që pak është të jabo, a? Pak është të jabo, apo shë që komplet janë qëtësu, kush është të kritiku Albinin? Se cili për këtyme opozitare po shpreson e po lakmon mos pa hiri për thonë, hajde ti bënu president. E dyta, a ka bre dhe ma poshtërsi për këtë neve popullin, i kanë metë 5-6 ditë pune. Edhe 7 ditë. Edhe 7 ditë pune, po? Me të 5 ditë është... Po këmë vjetë i ka 28 ditë i ka. 28. Kështu që, a ka edhe për neve si popull ma poshtnim, një president do të me të tregu, një program do të me të tregu, një vizion të vetin, neve s'kanë me pas ras nësë me nga të tregu presidenti i ri, qka ka men me bo? A ka një men të amizit... Ka me dalë si presidenti i Lotës. I Lotës, kur ati fete ajoga që nga pa dalë pizarfit, këtës. Qalen me kuptu kjo kur neve nga ka metë edhe 5 ditë, se së të është 25, kjo mu i ka 28, është 25. Nuk kena idejnë kush në njësim presidenti i venit këtës. Në kalume një kena pas, me njësim parti në koalicion e kena ditë saksisht 1 muj ditë, 2 muj ditë ma jeret kush do tjetë kandidati. E ke pas atë kandidat në përkrejt televizionet të volë, e ke pa me njerës, tu kalzub se du të me kom president. Qa ka me bo, qush ka me bo, qush ka me ju qasë. Këso e herët zero, shka fletë kjo për politikën. Hajde opozita s'po gudzoj. Pse s'po gudzon Albin Kurti? Në regull. Pse s'po gudzon Albin Kurti me kalzu kënë? Nuk po da me të regu Albin Kurti. Pse opozite? Ja, po ta shapu ju me 2 standarde kësë. Ose dhe ti e tu menu si po të propozën ty Albini për president. Po, s'po du me shatë. S'po du me... Po dhe s'opozite si rek. Albin Kurti besoj që ka një situatë që e thënë win-win. Nuk e propozon, gjasat janë të mëdhaj që shkojmë në zgjedhje, edhe nëse shkojmë edhe njëherë, kjo ka me marrë dhe ma shumë vota. Nështë është dhe kjo strategjia ti. Që shme në marrë ma shumë vota, hajde për e në pari u bendëm si opozita